Prodhimi i ullirit në Lezhë këtë vit është i kënaqshëm. Në fshatrat Troshan dhe Fisht, të njohura për kultivimin e kësaj kulture bujqësore, fermerët kanë nisur vjeljen, por problem mbetet mungesa fuqisë punëtore. Të rinjt janë larguar dhe fermerët po hasin vështirësi të shumta për të siguruar krahun e punës. Ndërkohë çmimi i ullirit dhe i vajit nuk ka pësuar rritje, por vijon të jetë i njëjtë si vitin e shkuar dhe tregu nuk paraqet probleme, pasi kërkesa për vaj ulliri vendas mbetet e qëndrueshme dhe lartë, thonë fermerët. Ka kërkesë, ka. Çmimi është i mirë, sigur thonë fabrikat, i mirë. Dhe mirë, një kuintal ullin 16 kg vaj. 80% e të vjeshmes. Ma shumë nuk ka pas, sepse pat edhe i filles forcim, diku si me të koha, dhe në vështirësi ka për punëtor. Treg po. Ka kërkesë. Treg ka kërkesë. Për kokër mallin, po. Edhe për vojnë, në përgjithësi, sepse këto tipu lësh janë sprekat vetëm një herë fillimisht dhe nuk janë sprekat më edhe cilësia vetë del pa herbicide nda, edhe është me vlerë. Nuk ina marrë hiç me shtetin. S'kena kërkuar si lloj nimet. Vështirësitë e mia janë këtu sepse kam taraca, se mos ta kem taraca. Blej pania, shtroja mush venin kretë dhe vjeli. Përballë këtij prodhimi të bollshëm të ullirit dhe vajit, tregu vendas është i rrezikuar dhe duhet gjetur mekanizmat e nevojshëm për të eksportuar edhe jashtë vendit, thot specialisti i bujqësisë Preng Marku. Lezhë historikisht është ekstremi i verior i kultivimit të ullirit në Shqipëri, por pas viteve 90 në fund kultivarë të cilët durojnë kushtet klimatiko-toksore të Lezhës. Në këtë kuadër janë mbjellë shumë fidan ullirin në Lezhë dhe prodhimi është goxha i bollshëm. Ne duhet prodhojmë atë vaj standardeve të Bashkimit Evropian që të ketë treg jashtë. E dyta, duhet vinë përpunimi edhe i kriposis, sepse Lezhë ka edhe ullin që janë për kriposis, vinë përpunimi i linjave të përpunimit për kripjen e ullirit në zonën e prodhimit të ullirit. Sipërfaqet me ullin në fshatrat e Lezhës po vijojnë gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit, ku numërohen qindra hektar tokë bujqësore të mbjella me këtë kulturë. Çmimi i ullirit varion nga 150 lek deri në 200 lek për kilogram, ndërsa çmimi i vajit nga 800 lek deri në 1200 lek për litër.